Ka shumë arsye, I cekën edhe më herët, po tash, ne e festojmë njeri. Në sajtë kësaj njerije jeni ju që sot e festojmë na shtjerë shumë edhe pa na pelgu kërkush. Të forte tonë e kanë festu, po e kanë festu në mënyrë mshef, mos mi po kërkush. Kështu që, edhe 28 nëndori s'vanë që monit, e gëzuar gjithve, e gëzuar gjithë kushtarëve të shtërisë shqiptare. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar gjithve. Bëgënjali, Zuar Famir Koshi, Zuar respekt, Zuar. Berni, Zuar, drejtor, Zuar. Hajde gëzuarin dhe, Zuar, Zuar. Shëndet, Zuar. Maj keqi, Zuar. Zuar këtaj. Zuar. Gesundheit. Ja, het is een weer nog. Respekt. Team. Zuar. Nenzoki, Zuar. Son, Zuar. Riz, Zuar. Dan, Zuar. Ono, Zuar. Këngëtare ma e Bukri, Zuar. Haxhi, respekt. Zuar. Asidan, drejtor, Zuar. Sabet Boja, në të mjën gjithë po hajtë Zuar. Janon jam. Sa të shola Zuar. Majmoni Zuar, respekt. E Haxhi. Zuar e Nusur. Zuar, Lenus, Zuar. Bror. Bravo. Ne pjedoshë. Zuar. Drejtor. Urdhno drejtor. E ti fjallën një dhe në respekt. E kam shumë vështirë të flasë, pas atyre që bisedun deri me tash, generalet, e prori, jashtu edhe themelusi I ushtrisë shqiptare të Kosovës në Hasani, dhe gjithë të tjerëve e prorëve tonë, po do të përpiqem pak diçka të flasë jashtë atij Tiranit sepse fjalët të tepërta rreth atyre nuk muj me diskutu ma mirë se ata. Unë një ngjarje të vogël të luftës do ta tregoj. Unë ishom si mësues dhe nxënësit kishin dëshirë me lu edhe me të. Unë pak a shumë kom qenë pak si vrak ma mërmene se nuk I losha me lu me të, po I detyrova me dhomë mësim, biologjik kimi. Dhe kështu që ishëm në një vend me ishtë nxënës të me në luft, ishëm të rrethum, dhe njëri për aty në tha, e mërë mësësi verë, tha. Ti tha, nuk në losha me lu me të, e qesët, qa keme buna? E pas që pak a shumë edhe ishte shprum në atë formën, mirë po, a më budem që pak të kisë edhe seriosisht. Se gjëja se s'kene më knashmë, se po shirë se jemi shumë të zi. Ta shuaj ndashër në zanës. Ta shpas me paskon, që ashtu nga serios atëherë, as tuna nuk ishëm bashkë. Edhe u përlët, edhe erdhëm përqafoj. Kështu ishte aja ngjarja që pak a shumë ka lënë përshtypje të jashtëzakonshme. Të nderuar, jo veteran të luftës, ne e kemi lidh një përgjegjësi, po nuk kemi pas dije profesionale për luftën. Po mbi gjitha, kontributi I gjithë ushtrisë shqiptare të Kosovës, pa qenë edhe profesionalistë në luftë, e kanë dhënë kontributin e vet. Edhe pse s'kan ditë mirë armën në përdor, po çashtu kemi shku dhe ja kemi arritur këtë qëllim. Unë ju falenderoj gjithë ishtë nxënësit e mi, për dyre të ladrosit që janë sot dëshmor, 4 I kum pas ishtë nxënësit e mi. Dhe drejtën me thonë edhe sot, e ndi vetën pak a shumë, se ata nuk janë e unë jam.
sidomos në varrimet e tyre që kemi qenë, e kemi pas disi një përgjithësie të jashtëzakonshme. Edhe sot unë kur flasëm dhe tyne, emrat e tyne, e ndi vetëm pak a shumë, pse nuk jeshëm na, po ata. Kështu që edhe një lavdi gjithë dëshmorëve, urime edhe festa 28 nëntorit, inshallah gjithmonë me gëzime e me are, e me përkujtime, laudata e krenarie për luftëtarët, ashtu edhe për familjarët të tyre. Faleminderit për e herë, gjithë. Drejtor, faleminderit shumë se pa konë jo Edhe herë përshëndetje për gjithë, populli ynë nxjerri legjenda, nxjerri komandantët legjendorët e Meshori, nxjerri general, lufta jonë që ushtrisë qendrore kanë nxjerrë general. Kanë nxjerrë luftetar shumë mirë, po edhe në këtë ditën sot që gëzojmë, ne kem kolonelin këtu në Gucatit, edhe ja jap fjalën. Do të thotë që jenë të hedhë me hopat sigurta drejt bashkimit kombëtar. E kolonel apo zot të hapë në poshtë bashkim. Kolonel, respekt. Faleminderit Besim Giga. Faleminderit Ladros. Unë jam rrit me Ladrosin. Prej vitit parë gjimnaz, kur kam dalë në Gocat dhe kam kuptu që Ladrosi është një nga fshatrat me intelektual. Dhe jo kam afru dikuj për Ladrosi. Dhe kam pas shok klase, Shpen Zogen, që sot përfaqëson shtetin e Kosovës, ushtrinë e Kosovës në Kroaci si atashe mbrojtjes. Unë sot e këtu përfaqësoj Forcën e Sigurisë Kosovës, përfaqësoj ushtrinë e Kosovës, që shumica shokë na lanë, gjetën rrugë tjera, tjetës, vetëm pak brenda uniformës, por jemi krenar, gjithsesi edhe 4-5 vite ne, gjenerata vjetër e UÇK-s të MK-s, do t'i lëm radhët, se kështu të ligji, por kemi punu që të lëm mrapa gjeneratët e reja, kemi djemë dëshmorësh, e vajza dëshmorësh, e komandantësh, e pjestarëve të UÇK-s, në radhët tona që sigurisht GEG do të alëm ushtrinë në dorë atyre. Mesin tonë kemi Luan Radinaj, Jan me Shkëtzenit, që është kapiten tani, të tjerë, po ashtu e kemi qu në Angli, në Akademinë Mbretërore, Sandhurst, djalin e generalit, që ta bëjmë oficer vitin e arshëm, na kthehet si oficer në Forcën e Sigurisë Kosovës. Do shta me përcjell drejtorin, një ngjarje të jetës, Habib Zogaj, dëshmori, Arbri. Unë kam pas shok, vitin e 4 gjimnaz, për shkak të rrethanave, për shkak pjesëmarrjes në stërvitje ushtarake në Shqipëri, e ka humbur vitin shkollor dhe në vitin e 4 ka në klasë me mua. Dhe kemi qenë shok klase dhe shok banke. Edhe në fakultet, për 4 vite, në çdo provim, në çdo ligjërat kemi shku bashkë. Kemi diplomu bashkë fakultetin ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Një ngjarje e luftës, agroni vllai vet e ka nisë me makinë, e parë nëse ka qenë kështu. Edhe mbi Gocat pa dalë një avur, është prish makina. Habibi i ka thonë, shpijën Ali se din, shko me Ralin edhe shkërreqe makinën. Sepse unë në ora 4 do t'jem në pikë, në roje, kam drimin e rojës. Ka marrë malin edhe ka dalë në shlisë atje kur ka pas pikën e rojës. Agroni ka arë të unë, kemi arë Malishev, të me mbeti, e kemi rregullu veturën, sepse në atë kohë ka qenë korriku në autoritetës, zona Malishevës ka qenë zona e një. Të nesër me njemi këthy në Luzhnicë, me shku me pa Habibin edhe me i kalëzu që e kemi në reqë makinën. Dhe fatkeqësisht për mu, ajo ka qenë hera fundit që e kam pa Habibin. Faleminderit edhe një herë, faleminderit për ftesën, GEG, për respektin. Inshallah jemi bashkë kështu edhe shumë vite. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.
Fjallën e nxerë, fole për Habibin. Hatri i Habib Zogës, në moj, jo hatri, po komandant Agim Qela. Kër vëro komandant Agim Qela, Habibi e di që më ka thonë. Në Lëzhnis, tha që vëro komandanti. Ma mirë thanë na mu pazro 500 vetë, 500 shtarë se më në vëro komandanti. E do të që Habibi ka pas një vizion të qartë që pa komandant, pa udhëheq nuk bëhet kur gjë. E shpresojmë na që do të kemi udhëheq edhe do të vazhdojmë drejt bashkimit kombëtar. Hajde gëzuar edhe gjithë. Në emër të Hysnis ju përshëndesim gjithëve me këngën e Tahir Sinanit.
sonte, ju falemderit gjithë juve që ishit pjesëmarrë sonte ta organizojmë së bashku festën e 28-s. Ju falemderit gjithëve. Yeah, you hit you when you walk on God's lane. Ja.